janë biseduar, sepse ajo është një gjë shumë e rëndësishme, çështja e Ukrainës dhe sidomos tashmë që Zelenski vjen me një joker shumë të madh në dorë, ku thotë që i ka gëzuar zemrat edhe antarëve të NATO-s së Europës, por edhe Amerikës, ja ka arritur vetëm lider pasur të dytë botore të Diego në thojza të Diego Moskën, e cila tashmë kërkon një përkrahje shumë më të madhe se sa e kishte nevojë, por qoftë nga Amerika, por qoftë edhe nga antarët e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Pastaj do të kemi takimet thuhet që do të vijë edhe Shara, pra edhe presidenti i Sirisë, i cili me të vërtetë që në këtë summit kaq të rëndësishëm të marrë pjesë edhe Zelenski edhe ai tregon që do të ketë gjëra ndoshta nga ato që ne nuk i pritshim deri tani, po ashtu edhe takimi mes Erdoganit dhe Macronit, ku dihet që tashmë kanë disa probleme mes Francës dhe Turqisë, qoftë në Mesdheun në dorë, por qoftë edhe në Liban, të cila është një gjë shumë e rëndësishme për Francën. Këto do të bisedohen të gjitha, por që të themi që do të kemi këtë rezultat është shumë e vështirë, sepse kemi një lider si Trump, i cili mund të shkaktojë edhe gjëra që ndoshta nuk u pritëshin të flitet apo të ulen në tavolinën e ditës së nesërme. Çfarë pritshmërish ka delegacioni shqiptar në këtë summit, dhe nëse ke mundur të mësosh cilat janë takimet e kryeministrit Rama pra me liderët e NATO-s? Kemi mësuar që do takohet me presidentin Erdogan, apo jo? Po, do të ketë takim, por do të ketë takim kështu të gjatë, domethënë kokë më kokë për minuta të tërë, 20 minuta, 50 minuta. Kjo duket shumë e vështirë sepse vetë agenda e Turqisë është shumë e mbushur pra dhe me lideret, kur në fakt nëse shohim edhe disa analistë të cilët e kanë ndjekur vazhdimisht prej 2-3 dekada summitet e NATO-s, në këtë summit thotë që vendet e vogla, pra vendet e Ballkanit apo vendet e vogla që janë antarët të NATO-s, po të thuash që ato janë për fotografi, pra për të bërë fotografi me të, dhe takimet nuk do të jenë në rendin ndër qeveritar, për të jetë takime shumë shkurt, dhe normalisht që do të takohen me gjithë, sepse në fund të fundit nesër të gjithë ditën do të jenë bashkë, edhe sonde në darkën do të jenë gjithë së bashku. Megjithatë do të ketë një marrëveshje mes palës shqiptare dhe turke për blerjen e 6 njësive të artillerisë, apo jo? Po, do ketë marrëveshje, të paktën deri atje është në prononcimet zyrtare, por në fakt pritet që të kemi marrëveshje edhe më të mëdha, sepse të gjitha të marrëveshje që janë planifikuar më parë, jo vetëm thjesht nga Shqipëria, por edhe nga vendet tjera, kjo do të shkojë të shtohet, sepse të gjithë liderët që janë aty, pra qoftë edhe zoti Rama, por qoftë edhe liderët e tjerë të NATO-s, duan që të jenë, domethënë, pak më afër Trumpit, i cili Trumpi këtu ka thënë në haptas, domethënë që marrëveshjet dhe shpenzimet për NATO do të jenë në 5%, kështu që edhe qeveria shqiptare besoj që do ta rishikoj vendimin e saj që ka pas para 2 javë çfarë do të bëjnë në këtë summit, dhe do ta updatoj dhe pritet që të kemi marrëveshje edhe më të mëdha, po jo vetëm thjesht me antarët e NATO-s, por edhe Kosova këtu do të ketë disa marrëveshje shumë të rëndësishme, të cilat ende nuk kemi prononcime zyrtare, por nesër ose pas nesër do të shohim se çfarë kanë bërë dhe çfarë kanë qenë të zotët të flasin para pranisë së zotit Trump dhe zotit Erdogan. Dita e parë e summitit është thjesht takime dypalqe apo ka diçka më tej? Jo, në fakt ka qenë ai forumi i mbrojtjes, i cili ai ka qenë në gjë jetike për ditën e sotme, apo mund të themi agenda kryesore për ditën, dhe pritja e liderëve të cilët kanë ardhur një pas një, por Rutte është takuar me të gjithë, pra domethënë veç edhe me minuta të tëra, apo edhe me një gjysmë ore me të gjithë liderët çfarë kanë ardhur deri tani, dhe ato që do të vinë deri në mesnatë, i cili është edhe normalisht është sekretari i parë NATO-s, por është edhe si mik pritës pra në krah të Erdoganit, ku për të gjitha mendimet apo për të gjitha ato çfarë kërkohet që të dalin deklaratën përfundimtare, Rutte normalisht që me këto ka pas takime dhe i ka marrë shënim të gjitha këto, dhe vetë Rutte është prononcuar vazhdimisht, kurse nga ana turke, për shembull nga ana e Erdoganit dhe ministri Hakan Fidan, prononcimet kanë qenë shumë të vogla dhe jo aq të mëdha, ndoshta edhe nga që janë mik pritës edhe nuk e pritet për gjithë ditën, por takimet do të vazhdojnë, por jo thjesht nuk kanë qenë domethënë si ato takimet bilaterale që bëhen në orë të tëra. A ka pasur ndryshimet minutës së fundit në programin e summitit?
Jo, deri më tani nuk ka pasur në orët e para dreke, domethënë kur ndolli në Damask këto shpërthimet atje, u pris domethënë që mund të kemi domethënë një lëvizje të orareve të ditës së sotme, por deri më tani nuk ka asnjë ndryshim në agjendën protokollare të NATO-s dhe të presidencës turke. Çfarë interesi ka zgjuar tek mediat ndërkombëtare ky summit Sokol dhe do doja të flisnim pak edhe si perceptohet pra roli i Turqisë pra nga mediat vendase, por dhe mediat ndërkombëtare në këto momente? Po në fakt qoftë nga mediat turke ose të ndryshe, mediat turke është krejt normale, por edhe mediat ndërkombëtare kanë cilësuar dhe vazhdojnë të cilësojnë rolin e Turqisë dhe rolin e Erdoganit si president. Nëse shohim media turke, normalisht që mos ishte president Erdogan nuk do ishin këtu, kjo është normale sepse përdoret për politikat e brendshme, por nëse shohim nga mediat rajonale, pra të lindjes së mesme dhe të Ballkanit, pa ku bëhet fjalë për Turqia, Bullgaria, atëra kanë mendime të ndryshme të cilat deri diku edhe xhelozojnë, sidomos edhe mediat izraelite, po ashtu edhe mediat greke xhelozojnë që kjo afrimitet kaq i madh dhe kaq i lartë mes Trumpit, pra mes Trumpit dhe Erdoganit, mes Washingtonit dhe Ankaras, normalisht që nuk duket një xhelozi për të, sepse ata prishin që në asnjë lloj mënyre dhe lobi hebre, po ashtu edhe lobi grek në Amerikë ka bërë presionet e duhura dhe krejt haptas që mos të shiten të 35 apo mos të hiqet Turqia nga sanksione që i ka vendosur Amerika, por me sa duket edhe këto janë ndoshta për të mbushur aktualitetin e tyre, por ajo që është që Turqia në radhë të parë dhe Erdogani forcon liderlikun e tij, domethënë në Turqi por edhe në rreth, qoftë në lindjen e Mesit dhe në Europës, kurse tjetra është që duke parë prononcimet zyrtare nga kryeqytetet e Europës, të cilat janë anëtarë të NATO-s, dhe ata duken tashmë që me të vërtetë që Turqia është ndoshta vetë çelësi i sigurisë së Evropës në të ardhmen, sepse dihet domethënë që Amerika jo se do të tërhiqet nga NATO, por do të japi domethënë do të japi punën se ta bën punën e vet Europa, dhe kështu që automatikisht edhe si ushtri e dytë në NATO, por edhe në ecurinë e saj të industrisë së mbrojtjes pra të droneve me armë pa armë, të raketave të mbrojtjes dhe të sulmit, kjo tregon që Turqia duket se po shkon në vendin e duhur, normalisht me përqimin e Amerikës. Kjo mund ta themi me kaq fjalë Andi që mund të pasqyrohet paktën kjo dita e parë e medias ndërkombëtare.